me Bekim Balen, njërin prej 10 më të mirëve të vitit 2025. Bekim, ju keni marrë shumë çmime dhe vazhdojnë të merrni shumë çmime, por kur vlerësohesh në Shkodër besoj që gjithmonë është kënaqësi. Sigurisht që kënaqësi gjej momentin t'ju falenderoj ju normalisht që për këtë organizim veçantë që i bëni, për këtë vlerësim promovim që jepni sportistave shkodron ndër vite mund të them. Sigurisht që si shtatë ju vlerëson Shkodra duke pa si nxirrin e saj ka pas gjithmonë lojtarë e sportist spikatur. Vlerësohem te futbolli, i përzgjedhur një në lojtarët më të spikatur në vllaznisë, sigurisht që vi nga sport kolektiv dhe përzgjidhem, domethënë është një trofej individual që marr. Sigurisht që shkon i lidhur ngushtë me performancën dhe me mendimin e skuadrës që më kanë dhënë gjatë gjithë sezonit. Duke u nxjerrë në skenën e teatrit me gjeni, besoj që keni quar nërmend ndoshta ato pak sekonda të rrugës tuaj deri tek podiumi, edhe shumë sakrifica, shumë vuajtje për të mbërritur deri këtu. Nuk diskutohet, domethënë fillimet e mia si çdo sportist apo si çdo moshatar i imi kanë qenë vështira duke pa kushtet, ndoshta kur flas me lojtar të rinj sot them çfarë kushtesh keni, siç mund të thonë ato parametë që kushtet kanë qenë vështira dhe kanë ardhur mund të them gjithmonë përmirësim. Por Shkodra ka dashur gjithmonë futbollin, si fëmijë që jena rrit domethënë vetëm gëzim apo vetëm ngjaç që na ka shiu në kohën tonë ka qenë topi dhe për ndjek vllaznin në shkallët e stadiumit sa herë kena pas mundësinë, por jena rrit me futbollin aty në lagje, domethënë çdo gjë ka qenë e lidhur ngushtë me futbollin, çdo gëzim i joni ka qenë i lidhur ngushtë me futbollin. Sigurisht që si shtata ju aty në skenë pritet Vjoresin Sinani për dëzuar çmim dhe është realisht një ndër figurat që ka motivu dhe ka mbush me emocione shumë njerëz, por ndoshta them pak a shumë brezin ton që jena arrit duke pa në shkallë stadiumi dhe duke u gëzuar me golat dhe performancat e tij. Sa që jeni rritur duke kërkuar timin tonit, ndoshta Vjoresin Sinanin, jeni motivuar prej tij. A mendoni dhe a dëshironi që Bekim Bale të jetë njeriu që të jetë shembulli për disa të rinj sot? Të drejtën gjithkush bën rrugtimin e vet, futbolli këtë ka. Mund të them figura si Vjori motivojnë jo vetëm mua, domethënë, por breza me radhë kanë motivuar një futbollist që ka arrit të shënojë numër, po arrit që mund të them golash për nivelin e kampionatit shqiptar, por dhe për atë që ka bërë për vllaznin, për Shkodrën, titujt dhe çdo gjë që ka fituar. Deri diku mund të them misioni sportistave ky është. Ne performojmë për atë që na ndjekun dhe normalisht që mundohemi sadopak që me shembullin ton të arrijmë të frymëzojmë dhe brezat me radhë. Kështu që kena një barë përsipër mund të them shpata, pasi nuk luajmë veç për vete, ne performojmë për gjithë ato që na ndjekun dhe Shkodra ato që më shtesin dhe ndjekin i ka të shumë. Kështu që mund të them kur luajmë për vllaznin barra është akoma më e madhe. Bale, ndoshta është koincidencë, po ka rastisur. Ju një emër tashmë shumë i madh i futbollit shkodran dhe shqiptar, të luani, të stërviteni dhe drejtoni nga një trajnës Edi Martini, një emblem e futbollit shkodran dhe Vjoresin Sinani në rolin e drejtorit. Një treshë që ndoshta kishte vite pa parë duke punuar me një tjetrin, duke bashkëpunuar me një tjetrin për të mirën e vllaznisë. Sigurisht që me ardhen e profesit, edhe fillimet e mia i kam pas, domethënë unë nga moshat që atë kohë, nga moshat kur kam kaluar në ekipin e parë, përsëri ka qenë drejtor në atë kohë të vllaznia dhe ai kalimi i shpejt nga paratrit të ekipi i parë, ndoshta dikush edhe nuk e akseptoi atë shkollaj, pasi do të bëj ai rrugtimi nga paratrit te trit, por me trit kam veç një neshje të luajtur. Kam marrë direkt në ekipin e parë dhe ndoshta ajo arritje parakohshëm ka shërby mbrapa, pasi arrita të fus kamp apo të marr një shembull nga ato breza që po stërviteshin me vllaznin. Sigurisht që vllaznia ka pas gjithmonë, do them, në brumin e saj, në përbërjen e saj ka pas një bosh lojtar shkodran gjithmonë, kështu që e kanë në mënyrë të veçantë, sepse është një qytet që e ka specifike, peshën e fanelës, lidhen me qytetin e çdo gjë e ka specifike. Kështu që ka pas gjithmonë Shkodran në përbërjen e saj që kanë ditë ta nxjerrin nga momentet e vështira shumë herë. Këtë vit me ardhen e profesor Edit në drejtim, sigurisht që Vjori si drejtor dhe grupi që kemi me përbërje Begi, shumë lojtar Shkodran, mund të them që është e veçantë, duke pa që kampionatit është hap numri pa limit të lojtarëve të huaj. Shohim shumë ekipe që kanë pa limit këtë pjesën e lojtarëve të huaj, ndoshta ne na mundu ta ruajmë jo më kot, pasi për momentin kemi lojtarë cilësor në përbërjen e skuadrës që janë Shkodran për fat, që prej vitesh kanë luajtur, kontribu për vllaznin, por ndoshta e ndjejnë që po vjen ai momenti që ta shijojmë akoma më shumë
ndoshta gjithë këto vite sakrificë dhe punë, shpresoj që shpërblehet gjithëve. E keni filluar në hapet e parë si portier, por duket që ka qenë një zgjedhje e gabuar e portierit, sepse si sulmues do të bënit namin, duke shënuar me ekipet e ndryshme, me Kombëtaren, tashmë edhe me Vllaznin sërish, dhe duke qenë 2 vite radhë edhe fitues i Kputucës së Artë. Them drejtën, kam pas fatin, mund të them realisht që fillimet e mia, mësimet e para ti marr nga profesor Selamidoni, një sulmues rrace, një sulmues që unë s'kam pas fatin ta ndjek, por gjithë që më kanë folë për të, kanë folë me superlativa. Dhe fillimet e mia i kam pas domethënë te shkolla Salo Alili, një ditë që nevojitesh një portier dhe u vetë ofrova që ty portier. Por që ajo nuk zgjati shumë, u mërzita, pasi si në shkollë, si në lagje, isha gjithmonë lusha lojtar. Edhe mbaj mend kur i kërkova profesorit që dal lojtar, më tha Shkodra prodhon shumë futbollista, portiera mbjolla shumë, kështu që ndoshta është fati jot që ke cilësi edhe si portier. Por normalisht dëshira, e pa që kam dëshirë për të dalë lojtar dhe më suportoi mbështeti. Kam kalu 5 vite duke marrë mësime nga ai dhe sigurisht më kanë vlejt gjithmonë. Para pak ditësh e kam pa, ndoshta jo në gjendjen e tij më të mirë shëndetësore, por këshillën e tij më dha prapë siç më ka dhënë gjithmonë, më tha rri aty në zonë, mos u largo porcë. Domethënë sulmuesi duhet me qenë prezent gjithmonë në zonë që të shënojmë. Dhe Bekim e bëni mirë këtë detyrë, sepse në 2 vite radhë shënuesi më i mirë i kampionatit, edhe aktualisht u hisni. Duke që ky rikthim në kampionatin shqiptar ndoshta për shumë kënd nuk ka qenë i duri, po për ju ka qenë i duri besoj. Them drejtën Gjergj, jam kthy i motivuar për të bërë mirë, jam kthy i motivuar për të kontribuar dhe duke ditë dhe kërkesën e lartë që ka Shkodra, pritshmëritë që ka Shkodra, kështu që ndoshta ai fillim jo krejt i lehtë, por që do atë kohë në ambientimit. Punoj shumë që të jem gjendjen time më të mirë, që të performoj dhe sigurisht mendimin e skuadrës kam arritë që të arrit shënoj gola dhe sigurisht që të shijojnë golat kur ndihmon skuadrën, por që po afrohemi aty ku gjithë dum, por ka mungu diçka dhe shpresojmë që këtë vit i bëjmë gjërat bashkë. Besoj që i kujtoni periudhën para 3 viteve, kur rikthyet në Shkodër, në Shqipëri, dhe ndoshta ato muajt e parë haset vështirësi, asa ndoshta dikush mendoi pse erdhi Balaj, sepse nuk është në formën e duhur. Normalisht Gjergj thash, ndoshta edhe përpara se të vjen në Shkodër nuk isha në momentin më të mirë, çështja e aktivizimit, çështja e momentit, formës, gjë që reflektoj ndoshta në atë fillimin tim. Por që i vendosën e i bindun që me besim veti që doja dal duke punu, duke lënë minjan gjithat zhurmë që u bë, ose opinione që njerëzit kanë drejtën e tyre t'i japin, duke pa që edhe nuk po performosha në atë që pritej. Por që realisht i bindun që do kthesha aty ku duhet, do kthesha aty të paktën t'i jap një dorë vllaznis dhe ky kthim në Shqipëri mos shkote dam në një farë mënyre. Por që po mundohem t'jap më të mirën me këtë grup shdjem që kena, gjithë bashkë, shpresoj që të vazhdojmë këtë mënyrë dhe shpresoj shumë që ky sezon na nxjerr faqebar. Bekim, pak ditë më parë mbushet 35 vjeç. Duket që për shumë futbollistë ndoshta është një moshë që edhe mund ta kenë lënë futbollin, por ju dukeni shumë perfekt në mënyrën e rrezimit sportiv dhe mënyrën se si stërviteni. Kjo ndoshta do të ndikojë edhe për të ardhmen, për të qenë ndoshta edhe për një periudhë tjetër në fushën e lojës. Sigurisht, mendoj e rëndësishme është regjimi, stërvitja, gjitha, por mbi gjitha është motivimi. Sa i motivuar je, domethënë, sepse i shumë sportistë, jo se s'kan pas gjendje, ndoshta kur arrin një farë moshe, por motivimin jo dur dhe arrin që mua akoma më shijon futbolli, e shijoj çdo ditë stërvitjes, e shijoj çdo ndeshje që luaj, kështu që ndihem mirë dhe shpresoj inshallah s'kam probleme, dëmtimesh e gjëra dhe të vazhdoj të performoj akoma në nivele të larta. Duke uruar që të vazhdoni, por keni filluar të mendoni edhe për të ardhmen, sepse shumë prej lojtarëve fillojnë marrin licenca trajnjet apo diçka tjetër. Ju e shihni veten tek futbolli sërish? Realisht jena të lidhur. Unë futbollin, siç thash, e kam pasion. Unë përveç se luaj, jetoj gjithkohën me futbollin, ndjek gjithkohën ndeshjet e futbollit, kështu që kam pas shokë dhe miq që kanë luajtur futbollin, por nuk janë të apasionuar për të ndjek ose për të vazhduar. Realisht e kam pasion që në fillimet e mia, si më thonë, kam qenë i dashuruar me futbollin e vazhdoj të jem. Kështu që sigurisht që veten mas futbollit luajtur apo aktive shoh prapë te futbolli, por që gjithë fokusin du ta kem te stërvitja, te ndeshjet dhe
se di, në periudhën që luaj të hyn të marr licencat, më duket sikur po përgatis një largim të shpejt, kështu që për momentin do të fokusohem vetëm tek stërvitja dhe ndeshja. Keni vendosur të riktheheni pas shumë vitesh në Shqipëri, tashmë drejt edhe krijimit të familjes, do të vazhdoj të jetoj në shkotën e tij Bekim Bale edhe në të ardhmen? Sigurisht për një të ardhme të afërt e shoh veten në Shkodër, normalisht kam njerëz të mi, shok, miq gjithë, edhe Shkodrën në lidhjen me Shkodrën e kena të pandame. Kështu që nuk e di si vjen jeta, nuk e di si marrin gjanat, por që me Shkodrën do jena gjithmonë të lidhur. S'diskutohet e. Mbyll një vit 2025, ndoshta jën lartësinë e dur në ndeshjet e fundit, por fillimi 2026 është i mbar. 2 ndeshje, 2 fitore. Do të kemi të tjera në vazhdim? Them drejtën, ishte një periudhë që deri diku pritet që të ketë lohatje gjatë një sezonit, një ekip pritet aq më tepër në periudhën që kalu me ato dëmtime që kishim, u pritet një ngërsh apo një moment jo për ne. Ndoshta një moment që u zgjat më shumë se ç'duhej, pasi piket janë ato që i bëjnë diferencën në fund dhe lam shumë pikë në atë periudhë. Por skuadra siç thash e ka potencialin, arritëm të ngrejmë kokë dhe me këto 2 fitore sigurisht që sjellin optimizëm, por janë akoma shumë pikë lojë dhe shumë ndeshje për të luajtur. Kështu që jemi me kam tokë, vazhdojmë punojmë për neshën e radhë dhe kemi shumë akoma punë për to. Tifozët të egzaltuar me fitoria e djeshme me skuadrën e Ignatios, por duan një tjetër me Dinamon të hënën. Shpresojmë shumë, ndoshta s'kena kohë të zonë fitores me Ignatin, normalisht një fitore që me vendin e parë, me distancën e pikëve që kishte Ignatia, ndoshta e kishim për detyrë atë fitore. Gjë që arritëm e shkurtuam dhe distancën me Kreun në 4 pikë, vjen Dinamo, një kundërshtar serioz, një kundërshtar i vështirë që besoj dhe ato do jenë rival deri në fund për titullin, si ne Dinamo e Ignatia, ndoshta këto 3 i shoh pak më afër, sigurisht edhe Elbasani është aty. Nuk do ndaj asnjë ekip, por që fokusin e kemi tek vetja dhe performancat tona dhe sigurisht që shkojmë Tiranë për bërë më të mirën dhe për të marrë pikë. Me kime përmendën gjatë intervistës atë finalet të humbur, atë fillimet tuaja të vit 2010, finalen e Kupës së Shqipërisë ndaj Besës. Keni humbur edhe vitin e kaluar një finale tjetër ndaj Ignatios, ndoshta tashmë ka ardhur momenti që Bekim Bale t'i gëzohet trofeut parë me Vllaznin. Shpresoj shumë, ndoshta ai trofe kena fituar një trofe, ndoshta një kupë, nuk kam qenë as protagonist, kanë qenë fillimet dhe neshjet e mia të para, por trofe me Vllaznin gëzon. Normalisht, si shtat dhe ju, vjet i shku më afër, por diçka na mungoi në fundit. Është ajo finale nuk u lut në mënyrën tonë më të mirë. Emocionet, si ishte ekipi gati, janë shumë gjëra për të diskutuar, por që u kthym prapë dhe kthehemi akoma të fortë për ta pretenduar edhe këtë vit finalen dhe këtë vit me edhe ndryshimin e formulës. E rëndësishme shkojmë në Final Four me sa më shumë pikë mundshme që të jemi realisht jemi sa më afër titullit dhe shpresoj shumë që të jetë viti i duhur. Mikimi, ju keni luajtur edhe me skuadra të tjera, por duket që po ju shijon fanleta e Vllaznisë. Jeni lidhur shumë me këtë skuadër? Realisht deri diku nihem Borzhli, ndoshta si çdo shkodron për çam ka dhënë Vllaznia, për atë hovë që më dha në vitet e mia të para, më dha mundësinë që t'i afrohem ekipit kombëtar, mbaj mend që me Vllaznin, një ndeshje në Laç ka qenë prezant dhe Kuzhe, pastaj një grumullim me ekipin kombëtar më ftoi që atëherë më ftoi, ndeshjet i lushat e shpresat, por isha një 10 ditë në grumullim me ekipin e rritur. Do thonë me brez shkëlqyer futbollistësh dhe sigurisht që Vllaznia ka hapur rrugë shumë lojtarëve, Vllaznia ka hapur rrugën mua, më ka dhënë një spunt të madhe në karrierë dhe sigurisht nisha Borzhli që deri diku të arrit kthehem dhe të jap një kontribut pasi për gjithçka që më ka dhënë gjatë karrierës i jena Borzhli gjithë jetën. Do të shpresojmë që në muajin maj të festojmë të gjithë. Shpresoj shumë që të arrijmë tash problem me gjithë Shkodrës pas gjithë këtyre viteve pritje t'ja kthejmë një titull. Mikim, faleminderit dhe shpresojmë të fitoni sa më shumë derisa të jetë mundur për të luajtur si futbollist, por pastaj edhe në poste të tjera pranë futbollit. Faleminderit shumë, faleminderit ju.